dy firma ndërkombëtare ligjore, Kashovic Benson Torres dhe Mishkon Dereja ka ndërzuar një letër zyrtare në emër të Erion Veliajt, drejtuar përfaqësuesve diplomatik dhe organizatave ndërkombëtare në Shqipëri. Në këtë letër kërkohet angazhimi i tyre për të monitoruar nga afër seancën gjyqësore të datës 8 maj në gjykatën administrative, si dhe procesi të zhvillohet me transparencë të plotë, përfshirë transmetimin e drejtpërdrejtë të seancës. Seanca ka në qendër një çështje që lidhet me lishmërinë e emërimit të prokurorit Ol Sedado, i cili është prokurori kryesor në hetimet ndaj Veliajt. Sipas pretendimeve të paraqitura në letër, emërimi i tij është i pavlefshëm, pasi sipas palës mbrojtëse, ai nuk plotson kriteret e detyrueshme ligjore në ushtrimin e funksionit të prokurorit, përfshirë përfundimin e shkollës së magjistraturës ose një përjashtim të ligjshëm nga ky detyrim. Në dokument theksohet se nëse këto pretendime rezultojnë të bazuara, atëherë të gjitha veprimet hetimore të ndërmarra nga prokurori në këtë çështje mund të konsiderohen të cënueshme juridikisht. Që në fillim, Erion Veliaj shpreh gjithashtu shqetësimin se çështja mund të mbyllet në mënyrë procedurale, pa u shqyrtuar në themel, duke ngritur dyshime për mungesë transparence dhe për respektimin e standardeve të procesit të rregullt ligjor. Në letër përmenden edhe pasojat që sipas tij burojnë nga këto zhvillime, përfshirë vazhdimin e paraburgimit, kufizimet në aksesin ndaj mbrojtjes ligjore dhe hetimet që shtrihen edhe mbi jetën private dhe familjen e tij. Kërkesa për përfshirjen e avokatëve ndërkombëtar vjen si një përpjekje për të rritur vëmendjen mbi procesin gjyqësor dhe për të garantuar sipas palës mbrojtëse respektimin e standardeve të drejtësisë dhe transparencës në vend.